shkruan me robaza. Klodian Braho nuk ka shumë gjëra për të korrigjuar në krye të SPAK-ut. Bilanci i hetimeve të SPAK-ut në drejtim të krimit të organizuar në drejtimin e Altin Dumanit është një histori suksesi fal edhe përgjimeve të ardhura nga Franca rreth aplikacioneve Sky, po ashtu betejë kundër korrupsionit ka prekur nivelet më të larta që ka pasur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, duke i dhënë fund idesë së paprekshmërisë së politikës nga drejtësia. Ajo që SPAK në drejtimin e Dumanit konsolidoi si praktikë të keqe janë së paku 3 gjëra. E para, përdorimi i sekretit hetimor për gjyqe popullore që i paraprin fushatave të arrestimeve paraprake të zyrtarëve të lartë. Fushata të tilla përveç se janë linçuese dhe të padrejta, kur dirigjohen nga vetë prokuroria kthehen në mjete persekutimit të paligjshme ndaj akuzuarve, duke justifikuar më pas sektësinë e hetimeve. Hakmarrjet personale apo politike dhe mbi të gjitha për të justifikuar ndonjëherë mungesën e provave dhe fakteve që zëvendësohen me thashëtheme popullore. Kjo është bërë jo vetëm ndaj zyrtarëve në hetim apo në akuzë, por edhe ndaj gazetarëve që kritikuan këto praktika, duke shkuar edhe një hap më tutje në cënimin e lirisë së shtypit në Shqipëri. Pika e dytë e dobët ka qenë strategjia politike e arrestimeve dhe mungesa e standardeve dhe prioriteteve në punën e SPAK-ut. Kjo bëri që SPAK të mos krijonte standarde hetimi dhe gjykimi që do të shërbenin për të ardhmen si pika referimi, pasi krijoi një larmishmëri standardesh dhe precedentësh sa që tani në Shqipëri me këto kritere që janë vendosur, mund të shqiptosh një emër dhe atë mund ta fusësh në burg. Ka kryetar bashkisht të marrë pandehur pse kanë bërë një rrugë fshati pa leje dhe kanë bërë një vit e gjysmë në burg. Ka të tjerë që merren pandehur se kanë hequr një drejtor nga puna, edhe të tjerë pse kanë marrë taksa nga një karburant që s'ka leje të rregullt ndërtimi. Ka kryetar bashkisht në burg pse gruaja e tij që ka një OJQ ka donator tek OJQ-ja biznesmen që ndërtojnë në kryeqytet e kështu me radhë. Kjo tregon që SPAK nuk ka vendosur standarde dhe prioritete për hetimin e korrupsionit, por ka gjuajtur persona dhe u ka gjetur fakte. Kjo është gjuetisht trigash jo drejtësi, dhe kjo duhet korrigjuar urgjent. Hetimet duhet të nisin nga prova dhe të shkojnë te njerëzit, jo nga njerëzit dhe emrat e veçantë piketuar për të burgosur e pastaj të ilustrohet burgosja me prova. Shfryrjet e herpashershme të vetë prokurorëve për personat veçantë të arrestuar tregojnë se në shumë raste hetimet janë diktuar nga emri dhe jo nga prova. I vetmi person që duhet ishte dënuar nga opozita për vrasjet 4 qytetarëve akoma nuk ka nisur gjyqin për atë çështje. Ndërkohë që pas 2 javësh mbushen 15 vjet nga një krim i bërë në sytë e gjithë botës dhe nga një shantazh mbi drejtësinë që e kanë provuar vetë në shtëpinë po këta prokuror, përfshirë dhe Dumanin që ishin atëherë prokuror në Tiranë. Pra tani ne kemi si standard të SPAK-ut një kryeministër vrasës të lirë si Sali Berisha edhe një kryetar bashkie të tij si Bars Pahiu që është i pandehur se ka hequr një drejtor nga puna. Kjo nuk është një strategji që vendos ligjshmëri, por gjueti. Dhe kjo duhet korrigjuar urgjent. SPAK duhet vendos prioritetet e tij, duhet ndjek provat dhe pastaj duhet ngrej akuza për personat. Deri tani qartazi është nisur nga personat. Madje edhe kur s'ka bërë një akuzë kanë bërë vetë letra anonime siç është rasti i Nesti Angonit. E treta që është edhe më e rëndë, SPAK duhet të heqë nga shantazhet mbi gjykatat qoftë përmes përgjimeve të paautorizuara qoftë edhe për të diktuar vendimet të tyre. Fjala vjen ka gati 6 muaj që gjykata kushtetuese ka zhvilluar një seancë model, në rastin e gazetarit Elton Qyno dhe rastin e një qytetareje që drejton një spital privat në Tiranë, që SPAK i ka rrëmbyer telefonin dhe duke peshkuar në telefonin e saj, ka gjetur biseda për cilat ka nisur hetime madje edhe përgjime. Gjykata kushtetuese ka vendosur në seancë që SPAK e ka të ndaluar këtë praktik. Pra gjykata kushtetuese e Shqipërisë ja ka ndaluar SPAK-ut të nisë hetime duke mbledhur telefona pa objekt konkret dhe pa vendim gjykate për çfarë duhet të lexojë në telefon. Vendimi ka 6 muaj që nuk zbardhet pasi implikon vetë SPAK-un dhe punën e tij të paligjshme. Nuk zbardhet pasi ka presion direkt nga SPAK të mos zbardhet edhe pse vendimi është marrë. Është një vendim që është në frymën e çdo vendimi të drejtësisë europiane për këtë çështje edhe në përputhje me legjislacionin shqiptar. I vetmi lëshim i paligjshëm që i është bërë SPAK-ut nga reforma në drejtësi është e drejta e tyre për të përgjuar gjykatësit e GKK-s pa autorizim dhe kjo natyrisht i trembat ata. Por në rastin e gjykatës kushtetuese, ky presion për të mos zbardhur çështjen është një çështje penale më vete, për të mos shkuar pastaj tek përgjimi i paligjshëm edhe i një antari të gjykatës kushtetuese. Po të shtojmë këtu dhe vetë dosjen Toyota Yaris që është përdorur për të mbajtur në presion prokuror të SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme, rezulton se shumë praktika arrogante të SPAK-ut burojnë nga shantazhe antiligjore dhe luftë jo e ndershme në përdorimin e ligjit jo vetëm kundër të pandehurve, por edhe kundër njëri tjetrit brenda sistemit të drejtësisë. Drejtuesi i ri i SPAK-ut duhet u jap fund këtyre praktikave dhe të avancojë arritjet më të mira të SPAK-ut dhe Altin Dumanit. Kjo jo vetëm që krijon siguri më të madhe juridike për të gjitha subjektet e SPAK-ut, por krijon dhe një raport normal me politikën, duke mos e kthyer betejën ligjore të SPAK-ut në një kacafytje politike me të.